Familjarët e Elvis Shkambit dhe xhaxhait të tij Gjon Shkambi në një reagim përmes një deklarate lidhur me ngjarjen e rëndë të 6 tetorit, theksojnë se duan vetëm paqe dhe drejtësi. Ne, familja e përfshirë në ngjarjen tragjike të fundit, jemi thellësisht të tronditur nga ajo që ka ndodhur. Së pari, duam të shprehim ngushëllimet tona më të sinqerta për familjen e gjyqtarit. Nuk duam konflikt, por vetëm paqe dhe drejtësi. Familjarët tanë janë prej kohësh viktima të një sistemi të korruptuar të drejtësisë, ku vendimet e padrejta dhe vonesat e pajustifikuara kanë sjellë vuajtje e sorollatje të pafundme. Ne nuk kërkojmë asgjë më shumë veçse drejtësi dhe transparencë. Jemi kundër shtrembrimit fakteve dhe përdorimit të opinionit si fakt nga mediat. Opinioni nuk mund të zëvendësojë të vërtetën. Ne kërkojmë drejtësi për pronat tona, të cilat na janë mohuar padrejtësisht. Kërkojmë që të mos i shkelet e drejta Elvisit dhe të mos trajtohet si një kriminal, por si një viktime e një sistemi që po shkatron një popull të tërë. Kërkojmë gjithashtu që Gjoni të lirohet dhe të marrë drejtësinë që i takon. Thirrja jonë është e qartë, duam paqe, duam trajtim njerëzor dhe duam një sistem drejtësie që i shërben qytetarëve, jo që vepron kundër tyre. Me respekt, familjarët e Elvis Shkambit, Gjon Shkambi. Drejtësia shqiptare u trondit nga ekzekutimi brenda gjykatës si gjyqtarit apelit Astrid Kalaja. Ngjarja e rëndë ndodhi brenda apelit, menjëherë sapo gjyqtari Kalaja shpalli vendimin për të rikthyer në shkallën e parë një dosje për çështje pronësie. Personi që qelloi me pistolet për vdekje gjyqtarin është Elvis Shkambi, pasi xhaxhai i tij Gjon Shkambi humbi gjyqin. Por jo vetëm kaq, autori i mbushi armën brenda gjykatës e më pas qelloi edhe ndaj 2 personave atë bir, që ishin palë kundërshtuese në procesin gjyqësor dhe që fituan të drejtën nga apeli mbi pronësinë, Rakib dhe Ervis Kurtaj. Menjëherë autori doli nga gjykata dhe armën e krimit ja dorëzoi rojes së sigurisë ndërsa u vetë deklarua fajtor.